Folship Show! Donald Trump style! Trump style! Trump style! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Folship! Mirëmbrëma, gjithë shqiptarëve në banë dhe sonë dhe si çdo javë tjetër, nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptare në zemër të Zvicrës. Mirëmbrëma Marash. Mirëmbrëma Altin. Trump style. Young man. Ua, interesante ka stilin Donald Trump. Sonte kemi një emision në shumë të mirë, do kemi për herë të parë një personazh i diasporës përsëri gjithmonë yjen nga diaspora, për herë të parë në Folship Show për intervistë. E kemi patur ndoshta në evente për festa si këngëtar, por asnjëherë për intervistë nuk e kemi patur. Asnjëherë nuk dim shumë informacione rreth tij përveç se e di që është miku im prej Xhilani. Sonte bëhet Xhilan Show në Folship Show, e kështu që derisa të vinë mysafiri do kemi edhe një trokitje diku. Do falenderojmë sponsorët tanë dhe mezi po presim që të vijë mysafiri që kemi sonte të ftuar në Folship Show. Dhe mbi gjitha Marash e kam pyet në mision, po sonte të ta ftoj, nuk ka tjetër, bujar të madh nuk ka, Nuk ka. Atëherë, emri artistik është Bujari i vogël. Mirë, po sonte do ta ftoj Bujari i madh. E kundërta asaj që e thrasin gjithmonë Bujari i vogël, do ta ftoj sonte si Bujari i madh. Pastaj, mos u largoni nga ekrani derisa të falenderojmë sponsorët tanë, të cilët e bëjnë të mundur Folship Show. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Pa turbulenca me Pristina Ticket, GP Aviation, më mirë se kërkun tjetër, udhtoni, fluturoni nga Prishtina në Zürich, në Basel, në Gjenevë dhe anasjelltas Zürich, Gjenevë, Basel për Prishtinë dhe gjithashtu në gjitha ato tjera destinacione në Evropë, janë mbi 16 destinacione. Prishtina Ticket, mirë, lirë dhe zgjidhni edhe vendin më lirë sa skund tjetër. Zum Ozone Hairklinik, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Ekspertët më të mirë, mjekët më të mirë që i ka Stambolli të ardhur në Prishtinë, i gjeni në Ozone Hairklinik. Ju e dini tashmë edhe vetë, s'ka nevojë më thonë unë, po du të me thonë atyne që ndoshta kanë pikpyetje apo dilema, apo mendojnë që diku tjetër është më mirë. Harrone. Vetëm në Ozone Hairklinik është më mirë, më mirë dhe më mirë. Faleminderit shumë që jemi neve Ozone Hairklinik. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. ADC Kosova në cilë busqeshin më mirë sa skund tjetër dhe shumë shpejt do ta kemi doktorin në studio për intervistë. Mirë, por ADC në rrjetet sociale, Instagram, Facebook, ADC Kosova gjeni, do dhuroj pa kushte, pa kritere 20.000 euro për pacient që kanë nevojë. Kështu që, faleminderit shumë që jeni partner me neve, ADC Kosova Advanced Dental, të gjithë ambasadat, të gjithë politikanet, të gjithë fori shkojnë dhe janë pacient ADC-s. Faleminderit shumë. Faleminderit AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. Fabrika më e madhe dhe më e mirë, më kualitative dhe më e pastër dhe më me çmim të marrën nga shteti zviceran për kualitet, cilësi dhe pastërti është AM Food. Përndryshe, AM Food i sjell të gjitha produktet e Ballkanit. Shije në vendlindjes së sjellën në Zvicër. Jeton në Zvicër, ushqeu me ushqim tradicional shqiptar. Me AM Food, me Hana, mos e ndroni. AM Food, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit shumë M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit. Kush ka dëshirë me ndru mobiljet me M-Transport, mundeni me i sjell prej Kosovë në Gjermani dhe në Zvicër, shpejt dhe sigurt dhe lirë me M-Transport. Kush ka dëshirë me marrë mallra të ndryshme, nga Kosova me i sjell në Zvicër, ose anasjelltas nga Zvicra, Gjermania me i çunë në Kosovë, me M-Transport. Numri i telefonit e keni këtu, në Viber, në WhatsApp, edhe me thirr. Rezervoni, pronotoni dhe i keni të sigurt. Faleminderit shumë.
Mësojmë pak shqip mas pari. Rubrika Mëso Shqip. Ja, ku mëna pas ka dalë nëzënë si ta kanë arë gjithë marash, shikonaj pak, a janë krejt? Betim, Këto mësus, Bujar, këto mësus, Jonas, do mësus, Patjon, Altin. edhe unë këto mësus. Mirë, po vazhdojmë me mësim. Vazhdojmë, mungesa nuk ka. Atëherë, Fjala e parë. fjala e parë e huaj që du të hiqër automatikisht nga televizionet dhe radio dhe realisht edhe në jetën reale të njerëzve të thjesht. Nuk duhet edhe s'ka edhe në familje shqiptare, s'ka pse përdoren këto shprehje të huaja të pas tonat shqip. Ky është një kontribut i çmuar dhe i vlerësuar edhe nga unë dhe nga shumë njerëz për autoritetin e media audiovizive me kryetare zonin Armela Krasniqi, e cila na jep mundësinë për të zëvendësuar shprehjet e huaja me ato shqip. Atëherë, situata agravoi, Marash. Situata agravoi, Marash nuk është e jona. Duhet me thënë. Situata u rëndua ose u përkeqësua. Pra, Agravoi. agravoi, a ke parasysh Edhe s'po tingon shqip diqysh, agravoi. Nuk është, agravim nuk është shqip. Zëvendësohet me përkeqësim. U rëndua dhe përkeqësua. Unë thot dërgoj një voice, po ta dërgoj një voice. Si voice message, voice është shkurt. Po, voice është kur flet në WhatsApp për shembull apo në Viber me zonë, hey, si e shkalove bujara e mia, a ke parasysh? Betem haxhi bojsha e marr me voice. Kjo është voice. Pra, voice hiqet. Zëvendësohet voice me mesazh zanor. Po të flas një mesazh zanor sepse s'e shkruaj dot. Është e qelluar, Marash. Edhe në gjermanisht përdoret, këto e thonë gjermanisht, thonë Sprachnachricht. Ja. E nuk thonë voice message. Ka nisur kampanja. Pra, kampanja, të ke parasysh? Që kampanja është një shprehje huaj që unë realisht me çdo njeri që kam biseduar përveç fushatës, zgjedhjeve, nuk është përdorur ndonjëherë fushata tjetër. Fushata përdoret vetëm për zgjedhje, pra si gjë tjetër. Pra tjerat për biznese përdoret vetëm në kampanjë. Pra është e huaj, kampanjë nuk duhet përdorur. Fushat. Niset fushat për këtë target, për këtë grup, për këtë qëllim. Këtë fjalë unë e kum përdor shpesh kampanje. Po e di, po nuk është shqip. Fushat. Hy në tratativa. Tratativa, më duket italisht? Italisht po t'inglon, po. Tratativa është e huaj, pra nuk kena nevojë me hy në tratativa, po hy në bisedime. Ja ku i kemi bisedime, biseda, bisedojmë. Tratativa, përdoret... Nis dhe fillojmë bisedimet. Përdoret në Shqipni, tratativa? Realisht, ama du ta ketë zbuluar që është përdorur dikë, prandaj e ka futur në listën e grafikës ku e zëvendëson me bisedime. Eskalon apo eskalim. Marash, eskaloj situata, kalojnë eskalim, bla bla bla. Është huaj. Pra, jeshil është shqip për shkallëzim apo për shkallëzohet. Ma mirë. Kjo është më mirë, besoj. Perfekt. Se me thanë eskalon të e pas fjallën tonë. Të pas shqip. Kështu që ora mësimit ishte kjo. Mos harroni, unë e falenderoj përzemërsisht për kontributin që jep gjuhës shqipe ama autoriteti mediave audiovizive. Ku të trokasim sonte? Shikoja. Jetë e rallin me Selanikut, bashkë me miqtë e mi. Ja ku jam. Nuk po e tregoj se ka kam tjetër me vete. Kemi ardhur në Selanik. Jemi shumë të rritur për rrugës. Jena ndoaj rastësisht me një vend. Po. Edhe të kam bua një përshtypja e gjenë. Po. Se shatë të mënia. Po. Edhe jena gjitha shtetit që mund është me pas në gjuhë. Edhe rastësisht e gjeta edhe Shqiponjën tonë. Një diçka që realisht unë kam qenë në Zvicër, në Selanik para 20 vite, 22 viteve. Dhe në atë kohë nuk ka bo vaki me pas meny në mes qytetit Selanikut me gjuhën shqipe. Sot pas ka ndryshu mendimi, që ka menyja edhe me flamurin fuqëzi, me flamurin shqiptar. Nëjse mo, po të regoj eksperiencë nga vizita dhe
Çaj bjen kësaj ditë për vizite? Vikendi, po më ha më shpjegoj me Valminën se më ka ik. Nga Selaniku, një vend ku kam kaluar një kohë para 22 viteve. Sot pas 22 viteve kam dëshirë me ditë çfarë ka ndryshe në këtë qytet apo në këtë shtet të Greqisë. Për 2 ditë do tregojna se ç'kena me kalu. Për 2 ditë do tregojna. Sot është e premte, nesër është shtune, sonte sta buzukja, ela sto papu, Nuk e mora vesh për çka ka thënë. Ja, s'e me këtu, po ti sa po. Ta shohim si po kalojmë, ju tregojmë. Rrini me neve. Burek. Ne porositem një byrek në fakt Valmira. Edhe na sollën një sufllaqi. Kjo do të thotë që nuk di me po byrek, ta vetëm sufllaqe di me po. Atem Kanë iden fare, po. se kanë iden fare. Edhe këtu që ka shumë interesant, në fakt, ja shikoje. Platia, i thojnë greket. Ne i themi shesh apo qendër. Ja. Problemi është se këtu vetëm taverna ka. Taverna janë restorantet që quhen, po, në fakt ta i quhen taverna dhe ushqimi në taverna është vetëm sallat, sufllaqe, kebaba, ku diun gjitha këto, por nuk ka kështu ushqim, për shembull, nëse kërkojmë entrecot, biftek, gjëra si që jemi mësuar t'i ham në restorante të mira në Kosovë apo në Shqipëri. Më në fund të gjetëm një, qa është kjo? Qa shkruan aty valla? Si miqi? Që fare, po më tokë ti Selanikit këta. Ja ku erdhëm këtu. Poshtë labe. E? Poshtë labe. Mira, sot keq. Ja, mirë. Nuk është keq. Bukur. Momentalisht ta shohim si do bëhet atmosfera më vonë. Lypem buzuki, po nuk e gjetëm dot. Sonte është premte, nesër shtunën ka mundësi me gjetë buzuki. Sonte bërim këtu herën te bari këtu. Si miki. Më në fund të kemi gjetë ma ademi një lokal shumë mirë, një bar këto në Selanik, po për shkak të muzikës nuk mundem me bo video brenda sepse na blokon copyright. Dolem për jashtë me dhjes një javë dhe mirë është, nuk është keq. Ja, mirë. Mirë është, nuk është. Ky vend jam mirë. Po. Nesër buzuki apo jo? Absolut. Quiero nada. Quiero nada. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να μου λες όπως μ' αγαπάς. Sa mbarum nejën që i thojnë edhe tash po shkojmë flejmë gjumë nesër ditë e re na fakë re. Vazhdojmë me jetën reale, çfarë do ndodhi nesër. Kaluam shumë bukur sonte. Ja, Valmira Xhani këtu e bën zemrën për gjithë shikuesit e Folship Show. Bashkë me këtë a të pëlqej mramja sonte? Shumë. Bravo. Shumë e bukur. Shumë mbrëmje e bukur ka qenë sonte. Mora vjale, mora markun e mora qarkun me thurkong. Me thurkong bash legjendari ti këndojmë. Ti këndoj Adem Jashari, ti këndojmë. Tash sa vjet se she prekazin dhe reqakun. Tash sa vjet se she drenicën. Tash sa vjet dhe Mitrovicën. Tash sa vjet. Respekt për gjithë! Dita e dytë në Selanik. Ja ku është vendi ku ndodhem momentalisht. Ja ku është deti, ja dhe hoteli ku kemi qëndruar mbrëmë dhe sonte. Dhe po pres që të dalin edhe shoqënia. Edhe do të shkojmë sot pak në
Khalkidiki. Mallaka në Khalkidiki do shkojmë tash, ta vizitojmë pak edhe pastaj do kthehemi përsëri në darkët këtu, edhe do gjejmë një buzuki. Ela. Quiero nada. Quiero nada. E tash një detaj që më ranë në sy më rom, që ishim të hongër darkën edhe menyja ishte në gjuhën shqipe. Asnjëherë greket gjuhën shqipe se kanë fut në meny deri më duket deri në liberalizimin e vizave të shqiptarëve të Kosovës. Sa për shqiptarët e Shqipërisë që janë deri në 600.000 apo s'di sa 1 milion, sa shqiptarë janë këtu. Asnjëherë s'ju ka, si themi kështu në gjuhën popullore, s'ju ka hongër për me fut menyn në gjuhën shqipe për shqiptarët e Shqipërisë. Sa po u liberalizuan në vizat e Kosovës, e futën menyn në gjuhën shqipe për shqiptarët e Kosovës, pasi sipas këtyre janë vizitorë shumë të shpesh dhe vinë shumë shqiptarët e Kosovës për ta vizituar Greqinë. Prandaj edhe kjo është një arsye që është futur menyja shqip. Vazhdojmë tutje. Tashi po të kishte qenë deti në Shqipëri kështu, do kishim thonë, ja në shqiptarë zbojmë njerëz kurrë. Po ja që edhe në Greqi e njëjta gjë. Që Greqia është Evropë, dhe realisht nuk i ka lezet me pas të gjona kështu. Ja shikoje sa pa lidhje, dhe sa gjunaf në fakt. Deti i Selanikut tjetë në këtë gjendje këtu ku kalojnë mira njerëz është shumë keq. Shumë keq. Edhe nga ana tjetër kështu. Edhe nga ana tjetër. Kjo mund të vinë ndoshta nga mbetjet apo djegjet nafta e anijeve, mirë po çfarë do të jetë është shumë e parregullt. Quiero nada. Quiero nada. Kena arritur në Khalkidiki, edhe jemi ulur në restorant për me hongër drek, shku me zgjedhëm peshkun, edhe ja ku është Khalkidikia, ja ku janë edhe kingat këtu. Ju tregojmë pas drekës, a ishte ushqimi mirë apo jo? Ja ku jemi në restorant edhe po gjej shqiptarin e parë, mas 2 ditëve në Greqi, po gjej shqiptarin e parë. Ja ku është? Nga jeti nga Elbasani. Nga Elbasani. Mirë se të kemi gjetur. Si duket tu jeta? Fantastike. Mirë në Greqi. Ke vite në Greqi, e? Shumë vite. Shumë vite. Si duket mirë? Magji, fantastike. Po a është ka ndryshuar pak apo jo standardi i jetesës këtu? Normale, për është në nivele më të larta që ekzistojnë në Evropë. Po Rama thotë këtu në Shqipëri se më mirë thotë. Rama tani ka se është i intereson politika, po ne po flasim për njerëz normale, janë standarde më të mira në Evropë që ekzistojnë në Greqi. Pa gjë njerëz, bletar, po Bledar. Ta gëzosh Bledar. Ja kaloni bukur. Respekt dhe faleminderit për shërbimin. Kënaqësi. Faleminderit shumë. E gjetëm Bledarin nga Elbasani, po na bëni shërbim shumë të mirë këtu në restorant, edhe shumë të kënaqur. Kështu që vazhdojmë me drekën, edhe po, shumë mirë, sinqerisht shumë bukur. Quiero nada. Gëzuar. Quiero nada. Nuk e di a gabohem apo jo, por Greqia, ashtu siç ka qenë para 20 viteve, as nuk ka hequr, as nuk ka vendosur në një tull më tepër. Siç ka qenë, ashtu është dhe sot. Kështu që para 20 viteve për Shqipërinë ka qenë një shtet shumë i përparuar, në fakt sot Shqipëria e kalon me sa diun. Edhe në turizëm, edhe në investime, edhe në
infrastrukturë edhe në të gjitha. Mendimi im është ky. Para se me shku në Selanik erdhën në fshatin Nea Madito. Në fshat ku para 22-3 viteve kam qenë në këtë vend, edhe si i ri e ma e mend, kam kaluar shumë mirë në fakt. E këtu ka qenë edhe telefoni. S'kishim telefonën atë kohë ku sa herë e kam prek këtë telefon me folë me prindrit e mi e familjen time. Realisht nostalgji. Nostalgji e madhe. Quiero nada. Quiero nada. Tash, nata e dytë me Selanikut, po dalim hapë një dark këtu lartë një restorant që është në katin e 7 në rrugët. Edhe pas darke, po sheti ku po shkojmë, ja si jemi për sonte. Ja si është bërë Valmira, ja shikoj e Valmira, ja. Hop, ja dhe temi. Hop. Rredi, gjigant. Ja ku këna me vypa, ti lartë. Shve. Mas darke tani të tregoj përsëri se ku jemi. Shiku kemi hypur. Jemi te restorant në kat Elektra, si ishte kjo, Adem? Po, Elektra. Ja ku jemi këtu lart. Shi si duket poshtë. Gjo bukur, Adem? Bukur. A, po të lëqen apo jo? Po s'ky vend. Veç ky vend. Na kanë marrë më qafë disa fjalë, që kemi dash me prosit. Lule lakre, këso gjona, dhe më thonë. A gjuhën e kishim... Edhe gjuha atyre pak problem. Ati është deti, ma tanë. Ati është deti, ja ku është deti, ati ma tanë. Këtu është qendra e Selanikut. Edhe... Kemi shëtitur shumë, me të vërtet shumë vende dhe tjera, po nuk kish zhvillim. Me thonë drejten, nështë pak me keq ardhje, po... Shumë e vërtet. Jo, po keq ardhje Ma shumë ish. gjithën kushtet Shqipëria, Kosova, se sa Greqia fatkeqësisht. Shumë interesant, dhe unë për e them me sinceritetin më të madh që nuk ka investuar. Ashtu si që kam parë në para 20 viteve, ashtu është sot njësoj. Para 20 viteve për neve ka qenë shumë mirë, sepse ne kemi qenë shumë keq. Edhe Greqia u dukte shumë mirë para 20 viteve. A sot Greqia ta krahasosh me Shqipërinë dhe me Kosovën nuk krahasohen. Shumë brava. Shumë brava. Kështu që çam ju bë. Shihemi pastaj. Shë ku kena orën në Buzuk, ta shë gjetëm Buzukën, ja. Është pak rësirë, nuk dukemi mirë, ja po ndezën dritet. Ja ku jemi, me Valmirën, me Ademin. Amo, po kalim shumë bukur, ha? Po presim muzikën. Po presim me dalë këngëtari. La Buzuki! Quiero nada. Quiero nada. Hajde për shtypja juaj për Greqinë, e kalum doganën, tash jemi këthy në Maqedoni Për Veriore. Greqinë apo për tripin që e patëm? Për tripin, hajde. Ajo ka qenë fantastike. Ka qenë fantastike tripi. Edhe shoshrusit. Faleminderit. Shumë mirë. Faleminderit. Adem? Që ishte një vikend. Njërit mendime me Valmirën, tripi ka qenë shumë mirë. Ashen për këtë vendit, ka vende të mira, normal, po prapë me ati mendimin që se meriton me qenë në Europë. Ose në Konja Ademe. Shumë larg jemi nga Kosova, Shqipëria edhe shtetet e rajonit ka asu me Greqinë, plot vend. Kam qenë më herët edhe në Athinë, po edhe vende tjera domethënë nuk kemi meriton me qenë në Europë. Bie keq. Mendimi i Ademit edhe imi, realisht janë njësoj. Greqia para 20 viteve ka qenë shumë përpara nesh, sot jemi shumë përpara saj. Në aspektin e infrastrukturës, investimit, dhe gjitha këto. Për ndryshe po, bukën e bëjnë mirë, ushqimin e kanë pirë, gjithçka është në nivel, por po flasim për infrastrukturën dhe ecurinë e shtetit. Valmira, ke mesazh? Me vizitu sa ma shumë vende. Sa ma shumë vende. Sa ma shumë kultura. Viziton shumë vende,
pastaj e kupton që edhe vendi yt ka vlera më të mëdha edhe don më shumë. Se ne shqiptarët jemi pak shumë kështu pesimist, nuk vetëm ankohemi fatkeqësisht. Po jo, kemi mri shumë, nuk është gjithçka e errët e kalume, është arrit shumë, edhe presim edhe më shumë. Që jo. Lule Lakra prej Greqie, kalofshi mirë, ju përshëndesim gjithë. Adem, si të duken këto shprehje të grekët? Nuk mund t'i përkthejmë, ja keq, nuk mund t'i përkthejmë. Lule Lakra dhe me turina dhe gjëra tjera të mira. Jeta reale ishte kjo, ishim në trep në Greqi 2 ditor, faleminderit shumë, shihemi, respekte. Ciao, ciao. Hej, Albanor, përshëndetje gjithëve. Jeta reale, që kjo është? Ja ku jam fshatin më të bukur turistik duke u punuar te kompleks Anesi në Gjilan. Shiko shumë doli këto. Shiko shumë doli këto. Riza Pira. Ç'është Riza? Ai mirë. Ai mirë. A u lodhe? Mirë. Si a kalove? Ai të punu? A po. Hajde, banë pak shoqëri këtu me mua. Se Rizaj jena këtu në kompleks Anesi. Ai të punu Riza? Po, që kontrollu villat, hidroizolime, letër zez, komplet të villa, i kum izolu. Okej. 22 vjet jam kon te dy shkollën në Zvicër. 22 vjet je kon në Zvicër. Final të 9-s. E ke lëshu Zvicrën, a? Pas sham me lyp në Zvicër që këto më pasonia, këto jeta Po i magam. që punëtor të në on. Okej, e ke lëshu Zvicrën, domethënë 22 vite në Zvicër, thotë Rizaj e kam lëshu Zvicrën. Pse e ke lëshu? Pas ma mirë këto. Po i me. Po. Qysh të më shmenja me lëshu Zvicrën mas 22 vjetëve? U kon fillim ran, u kon se familjen a që ketë kon, edhe çdo herë ku më ndru vetëm 500 euro thësha ti kam këto, edhe një vetën rahat. Ama tani ku e kom pak, si mënesh me fitu këto, mënesh me punu, Okej. mënesh me marrë 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 rrogën e Zvicrës edhe këto e kemi. Qysh e mundesh me marrë ti 5.000, 3.000 rrogën e Zvicrës në Kosovë, se tashi kur të na dëgjojnë njerëzit të thonë këta, kjo është jeta reale. Thonë, hey, pse bre po ja fut? Thonë, ba tash mundesh Ja. më shpjegu pak qysh merren. Ja, që qërë dur që i kam këtë dy ran, me punë për nëme, hidroizolime, kocka, oborre, i kemi bon këto dekorime, hidroizolime, ma shumë jam i fiksum që taj, këto zisa villa që i kemi 50 e dishka villa, Kreti ke punu ti. pa, këti kom punu. Rizat, tregon pak, çka ke punu në Zvicër? Unë kom punu me armatur, kom punu me hidroizolime, jam kon njështër i ndërtimit, Okej. shkollën në Kurin Zvicër, kraj shule Bekborg, në Singen, kantoni Solturnit, Ah, në Tinsallaton ke jetu dhe më pa, riktige egen oster. Okej. Mas një kohë e këmë këthuj familjen, i kam 5 fëmijë, më po zhëran, jam këthuj që taj, mo nuk më shkon menja kur me shku. O, zot në rujt që nga të më të regu Riza Pira prej Gjilani. Shkofsha më meqa. Prej me kë? Ja, shkofsha meqa. Po pse o vlog kështu po është zotin, si ka Po jo, mundësi o po vërej? knatësi. Është interesant, është bo trend të kohët e fundit Riza, shumë janë tu këthy në Kosovë, edhe në vendet tona, në vendlindje. Me rëndësia dhe vllaznia me, po më dhonë që ta i kanë qatë shumë koraja, për më këthuj edhe ata. Apo ma gjonë një punë, po që shmoj me fitu. Po mund me funu, po shumë dikush si s'do në ndërtem, mund me funu në call center. Po, absolutisht. Rroga me vogla se janë call center, çdo kon është 1.000 euro me vogla, e të nartë. Ku, interesant. Riza, thojnë që ku shepin ujtë e Zvicrës, nuk mund e lësha Zvicrën mo. Ku shepet Kosovës, për Zvicrës kors, s'kthejet dhe në thonë. Ku shepi ujtë e Kosovës, nuk ik ma në Zvicrë, Po thot. ka ma knatësi, o bosh, Këtë gjelbërem, këtë puna bukur, shapë do ma mirë. Si po shkon puna me Valon Ramushin? Valoj, edhe mirë, edhe shak, edhe jaran, Është djali mirë, Valon. edhe është pika djallit, vetëm o të shtuaj. Okej, për Valonin do kemi një kohë tjetër. Respekt. Edhe respekt pa tjetër se është mik i përbashkët e imi, po edhe i Rizajt me qenë se punën këtu. E kështu që herë tjetër pasi tërgullot kjo fshati turistik, do vim ta nxjerrim për gjithë ju shikuesit tan villa sa dush këtu në kompleks Anesi. Riza, sa vjet shkollë ke punë në Zvicër? Unë jam konë domon pi 99-s, të para 3 vite domon jam konë në Zvicër. Pse kur je kthyti në Kosovë? Qëta i këmë bo domon gati 2 vjetë e gjysë për të ri. A hes po të merr molli vëlla? Jo, në shkofsha meqa. Vetëm nëse ndodh, mos mu baba ose nona për ndryshe,
shkoj një ditë a dyja. A i ke rujt dokumentat e Zvicrës apo i ke? Ja, mas 3 mujve domethënë kum pas domethënë drejt më lajmëru nga mendje. Okej. Mas 3 mujve domethënë kum pas drejt te në 6 muj. Okej. E mas 6 mujve domethënë nuk jam shku më lajmëru hiç. Edhe mos më spjat herët as nuk më shkon mendja me shku. Në Shkofsha thotë Rizaj Meçha. Interesant o vlla, krejt shqiptarët po të tentojnë me ikë me jetu në Zvicër, prej krejt botë shkojnë me jetu në Zvicër, ti thu Jo, marë pa Zvicrën këtu e kena. Me hongër homi në restorant, me pi homi. Në Zvicër hangë shumë po ke pa shtetë, në përbau shtetë lak po shumë. Se në viqa në dorë. Interesant o vlla. Po del propagandë kjo punë, po nuk është propagandë, kjo është një realitet, e? Mas sa njerën e njën Zvicër, firmën e këmë po zista vjetë, sa njerën e njën Zvicër si më njojnë, si kina hongër me ato bukë zista vjetë, nuk është jeta reale. E ku marrë të konë interesant. Qysh mojnë me jetu këto kejtë të hongër, të pi, kejtë shnosh, të kesh, ku këmë pasar stresu, në stop në ishan depresion. Po se i kom mësu me... Po në ishëm si kual, ditë e natë, kur pa unolë. Absolutisht. E qëtaj rahat, ka të ka dole pënu me hongër me pikin aso dush, për Zvicës në shkon menja kor. Okej, tash ti si thut, me ata që kanë dalë atje janë jashtë tash momentalisht. Ondra është do mërgjimtarit është këto. Sidomos do mu më mërmenja edhe me kon foli, është ondra e tyve me jetu këto. A është e vërtet që secili që del realisht dëshirën e ka me jetu këtu, ose me i pas kurset sigurik jetik tash, kthehen gjithë, qa thuti? Po, normal. Ishin këthujt gjithë. është edhe sigurimet janë, do më honë 30 euro, për shama është një sigurim 25-30 euro, si mund është më shëru, me dash najs muj, najs anë jashtë vendit. A i ki bo sigurimet ti? Po, i kam sigurimet singa, 30 euro i paguj. 30 euro për person? Po, 30 euro për person, veti 7 jam. Te erin 200 merë, do më honë, kam boles me pas najs muj, najs anë. Okej, tash Riza, të regom diçka. I ke 5 fëmijë, i pa çmijët, apo jo? Po. Të kanë linë në Zvicër, apo jo? Ketë janë linë në Zvicër, po u konë... Kur e morë vendimin para 2 vite e gjysë, sa ka qenë fëmija jot më i madh? Fëmija jam do më ka qenë 11 vjetë. 11 vjetë? Po, kur kom nejtë një vjetë vetë një herë, se nuk deshin do më honë ato për më këthy, tani kur kam morë vendim do më honë më këthy, për me orë me këshyrë, kur kanë shku në shkollë të jam bjetu, që taj përthojnë edhe ata nuk shkuën e më në thonë. Pra do më thonë, fillimin e kam pas vështirë? Po fillimin e kam pas se janë në rrita që Shqipën nuk kanë ditë me theksu mirë, janë në rrita tje. Që taj përthot me Kosovë përthot s'ka. Janë kom pushime pak në Zvicër. Okej. Një avdit do më honë që janë kom këto festa cibli meret. Po. Edhe përthojnë mo ja, apet pa najna këto. Pra do më thonë, fëmijëve mas 2 vjet e gjysë nuk ju shkot më në Zvicër? Mas 1 vjet e gjysë, do më honë se... Ma me vonesi ki me vonesi, këmë nërë këmë këshyrë, që shka muj me bon, shka muj me punu, unë kanë rajtë të jopin porët në Kosovë, terren, Dallavergji... Për të kam thonë që buen Dallaverë në Kosovë? Po, ato i këmë posë non-stop edhe si në familje edhe përgjësi. Shumë e vërtet kjo që po thu Riza, se kudo që flasë edhe në herë, thonë jobre në Kosovë se bëjnë Dallavere, nuk paguin, ka probleme, ka gjona. Realisht mendoj është njerëz mirë, Dallavere ka në gjithë botën. Nëse takohesh me njerëz jo korrekt. Po nuk është në Kosovë kjo që thonë. Besën e 5 fëmijëve mu halo kërkosh, s'm ka met do më honë bashkë. Borgjë do më mas shumë të si o konë, s'm ka met një javë, 2 të 11 ditë, mi ka pru paret. A në Zvicër ka shifra shumë të maja, s'm ka met, kur s'kthejnë ato. E këto halo kërkosh s'm ka met bashkë. Tash Riza, fëmin i kje zilë në Kosovë se dvegjel edhe i kje mujt me i bindë, ju thonë ju blej babi lodra, ju që babi te lojnat, ju blejn babi sanet mira. Me gru kom pak ma probleme. Dash kjo problemi, dash me gru që ja kje boti për me i bindë. Për me gru në këmë bindë të ka ekonomien të kry me gruja. Po kom problem që shmija dorë të ke me 5 fëmijë. Nuk kena, nuk atë, unë që të kohë do më hanë, nuk i lëpsha pare kur gruës, edhe ke qysh jetu jetuaj, di qysh. Pse s'fi përdojrë pare, pse ashtu, ose në vinë pare të kërkojna. Unë pare kam, e bleta kere, bleta kamiona, bleta alete, edhe në vova shpijen, bleta plus 6 atari tok. O befa thë, qysh jetu po, mos jetu punu me punë të këshia. Tash, jo, dhe i diçka tjetër, se thojnë njerëzit. Ti e ke bo një ekonomi në Zvicër, kur ke ardhë në Kosovë, sa pare ke pas gjendje që ke ardhë, këmë investu? Se po e pas do pare në është vështirë me njësë të prej zërës. Kum pas pare,
do më thonë që kom pas penzion kase të mira, Po. që kom punu, po penzion kasën do më thonë nuk e kom cek heq. Okej. Nuk e kom heq, kur të i baj vite do më thonë me të rjek. Atje. Po, atje. Okej. Po nuk më ka shku menja se këto sene që i kom baj janë kom biznise të vogla, si kom mujtë me mbjetu do më thonë me këto, Okej. edhe kom fitu për mi bon do më thonë ata. Okej. E nuk ma ka marrë menja kur, Po pra, Si- ti jemi realista, më janë nis prej as, mos me pasi buxhet mirë këtu në Kosovë, pak e vështirë jeta, apo jo? Nëse se keni buxhet, apo jo, si thuti? po me pas një farë standarte, me pas shtëpinë, Po? me pas shtëpinë ku me pas me shni kryet. Po, pa qera, familja. domethënë. Pa qera, nëse je pa qera, ku dush më nësh me jetu. Po, mundesh me pasi i rrokt mirë, Po. se problemi është që diaspora po mendojnë, diaspora pavarësisht se nuk është propaganda, ju keni drejtën me jetu ku doni, qysh doni, mos e lëshoni vendin që ju ndjej rehat. Po diaspora po mendojnë që Kosova është përsëri e viteve të kaluar, 90-ta. Pra nuk është Kosova siç ka qenë. Edhe këtu ka mundësi për me ha biznes, me zhvillu biznes, me zhvillu një startup, me marrë një kredi, me bo çdo lloj aktiviteti më duket, apo jo? To ki lojk të lëfar me dash kredi, ki të kredi, me dash pun, ki pun sa dush. Vetëm ma dojnë me punu. Për punëtor do me ham, ka një standarte është mesatare, çdo punëtor e ka 30 euro për shembull, që i paguaj ditore, që i paguaj, e kanë hanë, e kanë pijen. Pse ke firmën tënde ti? Po. Okej, hajde t'ja bëjmë reklamën firmës tënde. Çfarë firme po te? Firma e është Hidrotek. Hidrotek, në Gjilan, apo jo? Po Zheran. Po Zheran. Po, Okej, Hidrotek. ja ku keni Riza Piren për Hidrotek, për izolime gjitha këto. Mos e ndroni pra. Erdhi spontan kjo intervistë. Respekt edhe për ty, kjo është jeta reale. Bashkë me Rizan këtu në mes të kompleksanesit fshatit më të bukur në Gjilan. Faleminderit. Respekta, për respekt edhe për juve, për këtë shikëshëmërinë tonë. Zoti i drejt. Faleminderit vetëm ma shpesh me orta. Zoti i drejt. vizitu. Shumë respekt është të mirë, suksese me jetën e re në Kosovë. Faleminderit shumë, edhe i kisha lut këtë rinien me ardh, se s'ka më boka atë, këto është jeta, jo atje. Gjermania vllazën nuk është si përpara. Jo vetë, alo marit. Respekt çdo të mirë. Faleminderit shumë. Kjo është jeta reale, bashkë me Rizan është një firmë që po punon tek fshati turistik këtu. Shumë interesant më tregoi që ka qenë 22 vite në Zvicër. E ka lëshu Zvicrën, po jeton në Kosovë shumë mirë. Ju përshëndes gjithë dhe Zoti ju ruaj, të vazhdojmë me pjesën tjetër në studio.